Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kësaj radhe po vazhdoj me një ngjarje, do t'ja u tregoj inshallah një ngjarje, e cila besoj se mujna me marrë mësim sa do pak. Që unë kur e lexova kishte qenë me një kuptim të mirë për ata të cilët e duan kuptimin e kësaj ngjarje. Ka të bëjë me namazin, nuk po moj me fal namazin. Shumë njerëz thojnë nuk po moj me fal namaz. Kam qef, kam dëshirë, po s'po bëhet. Shejtani u knaq. Pra, ndëgjoje këtë ngjarje, nuk po moj tha me fal namazin. Pra kishte qenë një ngjarje, një vajzë që e tregon vetë ngjarjen e saj. Tha kam qenë një vajzë e cila nuk ju më fal. U martova, ka dhe fëmijë dhe në fillim tha u falsha. Po, me kalimin e kohës duke e rallu, duke e lanë edhe e kalon namazin, krejt fatkeqësisht. Ajo çka tham brengoske, se unë dëshirojsha edhe i mësojsha edhe fëmijin me namaz, me Kur'an, me të gjitha, po vetë nuk mu jep ke me lexu. Hajtë se inshallah Zoti ma fal, hajtë se inshallah është deri në caktimin e Zotit, e kështu me radhë me arsyetime të kota. Derisa një ditë tha, na ndodhi tha diçka që se prita. Na ndodhi një tragjedi në familje. Dhe ajo çka Allahu e ka caktuar nuk mujti me i ik as babai im. E ka caktuar Allahu vdekjen dhe vdiq babai. Kështu që kam qenë tha shumë e lidhur fort me babain. Edhe për këtë arsye, e ka një veten keq çdo herë. Edhe u mërzit kaq fort. Edhe s'ka mujt me përballu se tha u përzin ndjenjat shumë. Mu përzin tha ndjenjat shumë. As nuk disha a me lut Allahun se ai s'ma pranon për shkak që s'falna. As nuk disha a më të lexoj një Kur'an e t'ja jepi sevapet babës tem, ose të shakon që kum lexu Kur'an ma herët t'ja dha ato sevape, ose të lutna për ta. Po edhe u mërzita që nuk e kam babën. Kanë herë kisha qef me vdek, veç t'jam me babën. Kanë herë u të thësha që Allahu babën e merre me shiran, e mu më lënë në xhehenem për shkak të mos faljes namazit, se baba i saj kishte qenë namazli, baba i saj kishte qenë me përkushtim të madh ndaj fesë, me Kur'an, me agjerime, me ibadete të shumta. E kjo duke e një veten keq kështu me radhë. Dhe u mërzita thot, u mërzita shumë. Pastaj mu përzin shumë ndjenjat, edhe nuk dita mo ka me janis, vetëm se u ktheva prap në Kur'an edhe në namaz. Se fëmija më falshin, burri falke, fal namaz, mos u mërzit në bështetju Allahut, ati po dënë me ndalu caktimin e Allahut, tha unë mbeta e hutuar. E pastaj, tha, kam fillu namaz dhe elhamdulillahi jam shumë e rregullt tash në namaz, po jam edhe shumë e qetë, edhe jam pajtu me caktimin e Zotit, pse nuk e kam babain të gjallë. Pra kjo ngjarje neve na bën që na me i kuptu senet, me kuptu që namazi është ai i cili ta qetëson zemrën në fatkeqësi, namazi është ai i cili ta zgjeron gjoksin në situatat më të palakmueshme të jetës. Namazi është ai i cili të mbron, për shkak të namazit të mbron Allahu Azza wa Jall. Kështu që të marrim mësim nga kjo ngjarje dhe të bëhemi njerëz të cilët e dojnë fen, e dojnë namazin dhe e praktikojnë, e dojnë islamin dhe e praktikojnë urdhënin e Allahut qysh është sipas fesë islame, e cila e vetmja është e pranuar te Allahu Azza wa Jall. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.